processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin e radhës këtu në RTI nga ora 17:10. Po sot do të flasim për zhvillimet në LDK, pra LDK mes krizës dhe pushtetit, apo shkon drejt një përçarje të re apo jo. Pastaj do të flasim edhe për çështjen e formimit të institucioneve brenda qeverisë së Republikës së Kosovës. Bashkë për këtë temë do të flasim me Etan Halimin. Nderuar, përshëndetje me së erdhe. Faleminderit, kënaqësi. Çfarë po ndodh brenda LDK-s, partisë më të madhe diku në vend? Po së të najmë në LDK besoj që është një farë qakurdimi brendshëm dhe njerëzit të pakënaqur brenda të anëtarëve të kryesisë dhe i kanë mbledhur atë në shkrime për të thirrë prap kryetarin Abdigjiku dhe për të kërkuar vetbesimin të ai nga kryesia qendrore dhe anëtarët e saj. Unë mendoj që kjo nuk është dashur të bëhet tash, se është bërë para një kohë shumë të shkurtër dhe u vërtetoi që profesor Abdigjiku, kryetari i LDK-s aktual, besoj që mundet të jetë sekretari i LDK-s deri në fund të këtij mandati dhe me sa kam informacione ka pas një marrëveshje deri ka shtator-tetor këtij muaji dhe të fillojnë këto para përgatitje në ndegje që është edhe me rregullore me statutin e tyre të LDK-s që të krijohen dhe të vinë ato organizime të mbrëmshme dhe gjatë kohë deri të vjen të afati i zgjedhur kryetari. A do të jetë profesor Abdigjiku edhe një mandat tjetër, apo do të ketë njerëz të rinj apo të ricikluar që përfliten emrat nga tash kryetari i Prishtinës Përpajrim Rama apo Hikmet Bajrami apo Lutfi Azir, ato çështjet e tyre mbrëmshme dhe nuk do të jo për diçka psetuar, po është e keqe dhe jo e mirë për me më përzin shpiti kërë. Na mujna vesh me vlerësue një rrethon apo një veprim të X partisë Y, qopë PDK, LDK, Lëvizje Vendosë, AK, si do qopë, unë mendoj që veprimi i gabuar dhe këto besoj njerëzit të pakënaqur, në mënyrë hipotetike, apo edhe njerëz që nuk ja duan të mirë, edhe vetë partisë LDK-s e kanë bërë këtë moment krucial, se e kemi pa edhe televizion një respektum, që ke afër ndonjë marrëveshje me Albin Kurti, tash kryeminist në detyrë nga Lëvizja Vendosë, si udhëheqës së saj, dhe besoj dikon e ka, si ka pëlqyer apo e ka vrarë vesh apo s'ka dashur me bën koalicion të dashme dhe nuk e di pse këtë moment. Pse po mungon uniteti në LDK në kohën më të rëndë të saj? Po ashtu kemi edhe çështjen e formimit të institucioneve. Për atë të thëmë, dikush të pakënaqur apo thojza, në mënyrë të thonë i kapën diçka dhe i shesanet më larg dhe besoj që mund të dëmtohet apo nuk mund të merr ndonjë hise aty, se e dim, partitë politike janë interes. Ato këtë janë fjalë tjera për ne dina çfarë është burim i së mirës materiali njerëzor dhe profesional, është ona shumë me medaljes. Po në opinion këtë tena dhe çdo konshitës si për të mirë, po shqyqyrë që janë dhe munde, po jo me dëmtu vetë reputacionin e vetë partisë edhe vetë shtetit Kosovës, që sa kohë shkojmë shtetit në zgjedhje dhe s'kemi institucione është të dënshme dhe bie reputacioni i shtetit të Kosovës, që në arenën e jashtme, po dhe në brendshëm. Dhe kemi vërejtën të madhe nga miqët tanë, sidomos nga SHBA-t. Kush po e përçon LDK, nga brenda apo nga jashtë? Po besoj kjo është ona medalës, edhe nga brenda dhe nga jashtë. Se ka njerëz brenda që mund më kon lojtar të dikujt atë jashtë, që mundohet me dëmtue LDK-n, po dhe për brendshmit dhe besoj që për interes vetë partijak. E thash, partia është për interes partijak dhe politik. S'ka asnjë dilemë. Po supozojmë që po shkarkohet Abdigjiku, kush mund ta zëvendësojë edhe ose kush mund ta rrimë këmbë LDK-n? Po si shfritin këta emna, që e thash, sido që t'jetë shpresoja që do vinë një njeri adekuat dhe mos të jetë i manipuluar apo i kapën, se prap do t'i vi fati një sikur profesor Abdigjiku tash kryetarit aktual të LDK-s. Dhe nëse vinë me ato indicie dhe me ato prapa vija nderuam na besoj që kjo është e dëmshme dhe është e keqe për çdo parti, po ja për në politikë Kosovës veç ai bjen mirë liderit dhe një grupit të ngushtë aty, edhe i qesin sikur në shah, edhe ecën matut edhe i përdorin njerëzit sikur çdo formë tjetër s'du. Është lakuar edhe emri i kryetarit Prishtinës Përpajrim Rama. Por atë thash. Po tash nuk e di sa se nuk mund për derisa. Edhe pasi më rris në risa kam qenë me ka provën, për derisa vetë kryetari i LDK-s. Kryetari i Prishtinës Përpajrim Rama, si suksesëm që i fitoi zgjedhjet o me ndim o pa ndim, sidoqoftë
Por derisa ai nuk del publikisht dhe nuk e thot se unë jam kandidat potencial, mirë hipotetike po thom, Rama besoj nuk mund të thomë se mund të jetë, po zërat që po flitën në emisione mund të jetë edhe për parim Rama, Hikmet e Bajrami, Uk Rogova, apo Lutfi Azeri është njerëzit që thuja që apo edhe Gazmet Magjeri. I cili dje dha disa mendime të tjera. Pra, LDK-ja ka nevojë për një kryetar apo për një kryesi të re, sepse kryetari pa kryesi mund të bëjë reforma. Unë mendoj që janë të dyjat pako. Mendoj që dyjat. Se s'mund të ta blesh kerën, e blesh kerën dhe s'ki karburant. Kjo është e njëjta. E mora shembull krucial dhe konkret. E blen veturën, këtë në rregull, s'ki karburant ose s'ki energji, se tash po dalim me benzinë me energji, se ki s'ban. Sidoqoftë, dhe kjo është nëse nuk zgjedhet kryesia, kam thonë edhe në intervistë të kalume, të çdo kanë tjetër. Nëse nuk fillon edhe zgjedhja e kryetarit të nëndegve, sidomos të fillu pe kryet qendrës dhe kryetarët e degve dhe Gjilani, Vitia, Obiliqi, ku ka probleme, ku e kanë sabotu LDK-n, njerëzit dhe kanë keq përdor, kote ka LDK nuk mund të rrimë këmbët. Ka rrimat të shumta, se cili i gra sham vete, nëse ka 20 shtëpie dhe bashkarisht me kryesin dhe antarësin, kjo është shumë të qartë, po një parti shtë ndërtu se me vetë është që ka themelu Gandi Ballkoni presidenti Ibrahim Rugova tash ndjerë. Dhe çdo alternativë tjetër është justifikueshme. Dhe nëse qeti njerëz pa merita, pa CV-ja në pozita, e dim LDK-ja ka kuadra shumë të mira edhe PDK-ja, po sidomos LDK-ja është gare mbreshme, është e mirë, po nëse shtyt me bryla dhe nuk ka një qetësim dhe akomodim, siç ka ndodhur, unë besoj që nuk i bën mirë as LDK-s as çdo kujt tjetër zotin Naim. Kriza në LDK ka më ndikuar edhe në krizën e formimit të institucioneve, pasi që javë më parë pat një takim pozitiv, nëse mund themi, mes Abdigjikut, mes LDK-s dhe vendosjes, në një forme pa një lloj dakordance për formimin e institucioneve. Tashmë kriza brenda LDK-s u tërhoq në një forme Abdigjiku për të marrë me problemet brenda partisë. Tashmë çfarë do ndodh me formimin e qeverisë së re, e cila do duhet të formohet sa më shpejt për shkak se janë certifikuar zgjedhjet dhe duhet të mendoj pastaj çështjen e presidentit të vendit. I ndërrum Naim, e thash ato, jo rastësisht dikujt i ka pengu dhe nuk ju ka do ke mirë pse me bë institucion të Kosovës që është e dëmshme dhe shumë e keqe. Dhe sysh është bë në opinionin ditë ushtruesit e tyre zoni Agjiu ka thirrë në takim me premte xhumo, liderët e parti politike për të kaluar këtë ndërsh politik. Dhe nëse, në mënyrë hipotetike, do që mos shkarkohet në këtë kohë profesor Abdigjiku, kryetari i LDK-s, besoj që do të ketë një koalicion dhe do të jetë. Dhe Albin Kurti duhet të e postën e presidentit. Dhe këtu dikujna matematikat e mbreshme apo i ka po gjana ose ka informacione që mundet me met jashtë asaj sofrë suedeze. Për thëmë kështu, se thash fillim, çka partia, dhe do më duhet këtë formë ka organizue këtë mbledhjen e nënshkrime për shkarkim e kryetar për mosbesim. Dhe që është e dëmshme, u kallëzu para një kohë, 31 janar të këtij vitit, e dhantas e kryesisë dhe u qetësun. Pse dul ky ngërç? Unë më me në kuptu se dikush për mbrenda është i kapën. Dhe nuk ka qarë pa veprue. Nga e marrëveshja që u publikua, nuk kishte pozitë të çështjes presidentit. Kishte ministra, pra pozita të vogla, në krahasim me çpritje. Unë kam informacione, kam informacione se marrëveshja nëse veç ka qenë. Ka pas Mira kryetari kuvendit LDK-s, zonja Osmani, president ka pas më konë Glau Konjuca, kryeminist Albin Kurti dhe çështjet ministrore ku laçën e ndajnë liderët jo jeton, jo Naimi. Ne e kemi për me vlerësuar dhe ata njerëz rrymat të tjera që po them, që kanë dashur me mbet ndoshta jashtë ose s'kan pas hise aty, atëherë ata kanë organizuar ja për dikush është i kapur tepër fell nga dikush për me bë këtë poshtë të mbrashën të LDK-s. Unë nuk shoh alternativë tjetër dhe s'ka rrugë tjetër zotë Naim.
Nëse ka... është përfolë që është një klan mërëna LDK-s që anën ka PDK-ja, pra i konvenën marrëveshje me PDK-n dhe jo me vendosjen. Po në se di s'kam këtë informacion, çdo kun ka klane, Dihet qartë. është botërisht, po qysh e ka më thënë politika është çështje subjektive neve sa interesant. Po nëse ka një të tillë dhe punojnë kundër partisë qoftë edhe në mbrana në PDK apo jashtë LDK-s, besoj ma mirë dhe daljen për LDK të shkojnë PDK apo në asiltas. Kjo është shumë ma shëndosht. Dhe pse me këndi vegële dikujna pataris nuk do të kesh një shoqëri me një parti, me një kasht të madhë, nuk besoj që mund të ketë një nivel tillë politik bërjes. Se ti nuk është vesh me vesh një kollarën, një kravat, me shkuat, jo, ti bën përgjithësi njerëzore, morale, profesionale, dhe ti ke me dhënë para popullit. Qysh ti nesër kur bën kësi lajka në mënyrë hipotetike, unë nuk e besoj që mund të ketë, po edhe nëse ka është e dëmshme, qysh ti një njeri lojal, i kapën pit dikujna, siç po thut ti zotin Aem, unë mendoj që as vetë atij personi që i bën mirë politika e lere më parti, apo shpresoj që janë këto veç fjalë dhe jo të vërteta. Atëherë, sa është e rëndësishme për ne si shtet, tash e sa vite që kemi këtë krizën politike të mos formimit të institucioneve me kohë pastaj kriza tjera, edhe sa për shefin të gatshme kryeministrin e detyrës Albin Kurti dhe po ashtu ushtruesin e detyrës për të formuar institucione dhe njëkohësisht me u zgjedh çështja e presidentit vendit. Po këto janë pak tash lëvizja vendose dhe Albin Kurti e kanë pasur qëllim kryesor, e kanë këshillin prokuror dhe e kanë caktuar një kryeprokuror. U pa botërisht niveli tina akademik profesional, ka gjinaf si jurist që është një njeri me ka qenë kryeprokuror i prokurisë themelore më të madhe të Prishtinës të kryeqytetit dhe qëre edhe në muj me gabu mësë më dalë fjallët, mu lodhë sana, me qenë kryeprokuror i më falë themelore të Prishtinës, prokurisë themelore të Prishtinës, dhe mund njërësit, më smimoj, 2 pyetje men nga antarët, shumë është të dënshme, po shpresoj të rikuperohet ai dhe të shkon ndonjë trajnim apo diçka të mësohet. Nuk është sen, ama me kryu në universitet 4 vjeçar, s'po më intereson e ka kry publikë apo kolegj. Dhe me mbajt në petë kënësa është i veshën me pushtet si prokuror i shtetit, po hale ma shumë si kryeprokuror i prokurisë themelore të Prishtinës dhe tash kryeprokurori i shtetit, besoj që as pak nuk i bën mirë shtetit të Republikës Kosovës, ku unë e kam guximin ai më dalë më folë para kryeprokurorëve të Maqedonisë, të Serbisë, të Bosnës, të Malit Zi, kur nuk i den senet elementar, nuk o gjendit 2 fjalë me t'i bëho na jem. E ku do me që ato matute, do një konferencë, do një punëturi, ku do me që ata në alfabet, o burë, kalzo, ku do me që ata në... Ku nuk o gjendit 2 pyetje antarit komision, mi ja majtë men, hej. E në ashkalion një kryeprokuror si zote Isufaj, që është gjdo aspekt, ta kom thonë, ma mirë dhe e bojnë, e kjo tash Kurti e ka te kalu, e ka kap këshillin prokuroral, që ato e ka pas synim, dhe e ka te kalu, po tash do me kap halem ma shumë dhe me luat zhargonin popullor, këtë ja kanë mësu partit politike që kanë dështue. Dhe e kanë pas këtë rezultat të zgjedhjeve dhe e bashkët me shnet. Dhe ta gjenë kohë, veç që këta mu rikuperue dhe me rëzo Albin Kurti nga pushteti, këta bojnë kalkulin politike, vetëm a vetëm. Kanë probleme të ndranshme. Po çdo konë, edhe PDK-ja ka probleme të ndranshme, edhe LDK-ja ka mungesa e liderve të PDK-s. Presidentin thashe, kryetarëve Veseli e ki, po në PDK ma më sheltë, që është të popullin zogën e dorës dhe që të conë zërat, në LDK jo. Edhe kështu që ajo është ona medalës, po besoj që shojnë ata liderët tonë, gjithë, tha që Veseli, Krasniqi, Selimi dhe Cali dhe të tjere se ajo gjykatë është një etnike raciste dhe një etnike vend që të gjykon kriminali që ka mbodhë dhunime, shfarosje, gjenocid, vrasje, thmi, djetë tash u gjetën edhe këta të Mitrovicit, grupi intelektuale dhe mjekve që u gjetë ajvorën masiv, dhe këta na duhet kundër një armiku tonë, o na jemi inderum, kundër armiku tonë që këllosë do bëhet të përbashkët dhe jo të mundohemi t'ja marrën dhe nërkom që shtot poplo, o na jemi. Dhe pse këtë moment?
Po supozojmë që kriza brenda LDK-s s'ka me lënë hapësirën për me pas me funksionu një koalicion. A mund të kemi të mundër një koalicion mes LDK-s dhe PDK-s? Po tash Do të se oferta e vendosës gjithmonë ka shku të LDK-ja, jo të PDK-ja. Po ne nuk e di qasjen e mbrëmshme të PDK-s, apo të LDK-s, apo të BB-s, po që shushpa në opinion na im. Gjithmonë ofertat kanë qenë, edhe në zgjedhjet e kaluara, Albin Kurti, lideri i BB-s, i ka bu LDK. Ka pas marrëveshje mirë politik edhe me PDK-n, kur janë Zatet Memli Krasniq, ish kryetari PDK-s dhe Albin Kurti, atëherë ka qenë marrëveshje thuajse kryme. Është prisht vetëm se PDK-ja ka lyp rezolut për gjykatë speciale dhe ato Albin Kurti ka pëlqy. Se atëherë ka pas me ndodh koalicionin që me shku 6 shtetin në zgjedhjet parakoshme. Dhe u preshënullës, si do të qoftë, është në vetë partinë qoftë PDK dhe levën pse u preshën aty, është çështë e tyre. Dhe tash tërheqja e Kurti nga PDK-ja dhe shumë nga LDK-ja e ka pas si më të menaxhueshme apo më lehtë me bashkëpunu, se në qeveri aty kur të dojnë kulaqin, se të dhe blogari për vetë. Ka interesat të pyte, po se të dhe blogari për vetë. Dhe besoj që kjo është e dëshme nëse shteti si krijon institucionet në Kosovës. Shteti do të kriju institucionet pik. Çdo alternativë tjetër, shtetin e çon mënyrë. Në fund, a mund shkojmë në zgjedhje të reja? Unë nuk e besoj këtë. Jam gjithë optimist se kam arrit qoftë me profesor Abdikën, qoftë me një ushtruar detyrë të LDK-s nga nesër që pritet të thirrët kuvendi i LDK-s, shpresoj të caktohet një ushtrues i detyrës tjetër dhe të bëjmë marrëveshje politike. Prapë me lëvizje vendosur. Po pse jo edhe PDK-ja? E ka thonë edhe vetë nën kryetari Haliti, që s'ka vijat kuq që duhet bërë. Për te rivalitetet të zotit Lushtaku me Albin Kurti dhe ajo incidentin në komunën Skënderajit, besoj që mos përsëritin ato dhe nuk është dashur më të çunë një sjes speciale atje te një general që ka dhënë mjaft për Republikën e Kosovës dhe është merit e çdo luftëtare, çdo general, sidomos zoti Lushtaku atje, që udhëheq një komunë mjaft mirë. Ç'a bëjnë brendshme policia, prokuroria, auditor ato që vlerësojnë. Përderisa s'ka në opinion, hajni vjedh unë son me aludu se bon pa di për shpipi dhe s'du, atë këmë një los. Edhe është pa pak një general. Dhe tash besoj që qofshin ato të kalume dhe mos përsëri dhe duhet një bashkim. Dhe jo ofendime se sa ma të bashkuar, e përsëris prap, jemi ma të forë. Sa ma të përqam, armikët çokollori shkon ujnë mollitina dhe pret çdo moment me na godit. Të nderuar, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni. Faleminderit kënaqësi. Të nderuar mjeshtër të isë, do të takohemi nesër dhe atëherë mbështje. Kush janë ekspertët që